analizë. Po, pajtona me parafalët që thanë që Tuchel ka gabu pak, por mos të harrojmë që është merit Argentine, sepse të ngrej para ekipa, lejtarë me provoj, shumicën e lejtarëve i pajtë atë... Shbe, let's ngre para... Po dhe qysh... Thomas Tuchel e që thëshe gjatë kampionatit botëror është mirë çfarë nga Gareth Southgate. Po mirë dhe minuta 83, 10 kënë vazhdime 20 minuta lojë. Prit dhe tash nga. Anglia ka tregu... Minuta 83, po, Anglia ka tregu... Kjeti veç pak? Granit. Anglia ka tregu me Meksikën, para 70.000 tifoza, me një lejtar ma pak, që din më mbrojt për 35 minuta pa rreziku fare porte. Ka shku me atë logjik. Apo kupton, ka tregu, do më thonë, rezultati jep drejt trenerit me mendu që duhet më mbrojt edhe kune Argentinës edhe 15 minuta. Apo kupton, duke e trefishu Messi në çdo pozit. E lejshin De Paul, çapo diun e tjerë vet, duke u fokusu te Messi. Pra, treneri Tuchel është bazu, unë menoj, te ajo që i ka rrez me Meksikën, duke u mbrojt pa i lejtar për 30 minuta, edhe shkurtë Shqip këto ka mendu sepse në të tilla ndeshje nuk këshyret shumë kur shpëlun ma bukur, po me fitu ndeshje, sepse thuj se finale. Por që nuk i rezultoj sepse gjithmonë e ki një Messi, e ki një ekip që ka provoj, e ki një ekip që vazhdimisht, ku më thonë, e din rrugën për në finale, edhe pse do të meroni ndeshje tillë, për ju thëmë njerëzve, pse do të meroni ndeshje tillë, për me menu njerëzit që Messi është ma i miri. Jo mërë, Messi është dokë shumë ma i miri. Pse do të... Pse do të me thonë kjo ndeshje... Kjo me dëshmu më. A i kjo është dëshmi, po, pra e pajtor, është dëshmi që... Do të mbyllë mo kapitulli i Messit, se kush është ma i miri. Do të më mbyllë mo, nëse një njëri, shef pak futbol, 5% merë vesh, me i nati flasëm që dojmë. Messi është gjdo gjë në futbol, gjdo gjë. Tash zotis t'i qënë të natë.